rritjes së inflacionit, po flasim 4% diku mesatarisht në 4 vitet e fundit, do të thotë 20% akumulativ në 4.5 vite. E ki raportin e Bankës Qendrore 21.7% në mrena ka tash. Po 21.7%. 21.7%, mirë, po kemi rritje ekonomike mbi 24%. Jo, është vërtet, rritje ekonomike. Çështje të vërtetës dhe çështje të dhënave. Dhënat janë të disponueshme në Agjencinë e Statistikës të Kosovës, dhëna tjera i kemi nga Banka Botërore, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, do të thotë çështja e perceptimit të diçka tjetër. Çështja e të vërtetës. Po bëj me perceptim zotni. Jo, të lutem. Jo thoni, po kur thoni raportin e fundit që ka dalë prej International Republican Institute. Ndër problemet kryesore të Kosovës sot është problemi i kostës së jetesës. Një, e para. E dyta është papunësia. E treta Ç'është mundet me qenë papunësia kur kemi ulje të papunësisë nga 25.8% në 10%. Kush e ka ulët papunësia? E ka ul formaliteti, e ka ul përfshira, e ka ul projektet që janë për shembull sikur superpuna, ku kemi pasur. Sa ki rritjen e punësimit 5 vitet e fundit? Rritjet e punësimit nga 360.000 në 421.000. Nuk është e vërtet. 1% e ki në mesatare. 1% e ki nga viti 2020, në fund 2024, në mesatare e ki vetëm rritjen plutna, në administratën tatimore të Kosovës. E ki vetëm rritjen 1% në mesatare. Të punësuarit primar. Plutna, le këto primare pa sekundar. Unë do të folë në mesatare. Nga viti, sepse ka pas levizje për superpunës. Rritjen e punësimit e ki, unë e moj përgjithësi për çdo që po flas. Rritjen e punësimit e ki në mesatare nga 2020-2024 e ki vetëm 1%. Ja, e dyta, në qofse në 430.000 kemi vetëm 20.000 vetë cilët kanë përfituar nga superpuna e nga aty mbi 50% kemi pas përqindje të mbajtjes pas 6 muajve. Jo shumë mire përmene që ata ilegal që kanë qenë janë këthy me kontratat rregullta. Shumë mire përmene që ti e citu e vetë këto. Edhe jam plotësisht dakord me këto. Elementet është formalizimi. Jam plotësisht dakord me to. Tregom ti mua pse po rritet pro kredit konsumuese. Nëse kvaliteti jetës është shumë i mirë. Jo, kredit konsumuese pse janë rrit? Sepse po rritet qasja në financa për shtëpi dhe për kredit konsumuese, jo për kredit konsumuese, veç për ushqim. Pse janë të rrit? Edhe sot u ka rrit brenda 2020-2024. Veç të tregoma. A e dini? A keni bën analizat e tilla? Padyshim analizat janë nga Banka Qendrore. 104% në burr. Mirë, ata dëgjojmë tash urna, të lutem. Po. Sepse po. Të çështja të kthehem prapë në esencë me u ndërlidh me çështjen e kualitetit të jetesës, do thotë sa i përket kualitetit të jetesës kemi pasur rritjen e pagës minimale 4 herë gjatë 4 viteve ose 5 viteve që thua. Në fakt 4 vite më pak se 4 vite. Do thotë nuk është vetëm një cikël politik që kemi bë edhe me të fundit, mirë po është një vazhdimsi që na mendojmë që do ta kemi edhe në vitin 2026. Sipas vendimit të fundit ku kemi 450 euro, pastaj kemi 425 euro, pastaj në 500 euro nga një korriki 2026. Do thotë është rritja e pagës minimale që ka ndikuar në rritjen e të ardhura dhe disponueshmërisë të ardhura tek popullata, rritja e rrogave në sektorin publik. Do të thotë kemi rritjen e rrogave në sektorin publik, e kemi diku nga 668 milion euro kur e kemi marrë qeverin deri në 917 milion euro, do të thotë sipas ligjit të fundit të buxhetit. Mirë, formalizimi i tregut të punës është për, le të themi, për duar trokitje, po pse nuk prezantohet vetëm si i tillë? Është sukses në vetvete. Formalizimi nënkupton një hap shumë të rëndësishëm. Po pse duhet paraqitur formalizimi si diçka tjetër, si shtim i të punësuarve në tregun e punës? Lutem. Përveç faktit, në vetvete formalizimi normal që është i nevojshëm për të ardhurat buxhetore, sepse kemi rritur tatimin e të ardhura personale. Pse nuk prezantohet vetëm si i tillë? Por nuk është vetëm i tillë. Është kombinim, domethënë, është kombinim i politikave të suksesshme për nxitjen e punësimit, edhe është normalisht një pjesë e saj edhe formalizimi. Unë thash, në vetvete, do të thotë si dukuri formalizimi është më së i nevojshëm, një për rritjen e mërqenies së punëtorëve,
duke ra tek kërkesat ligjore që vjen nga rritja e vazhdueshme e pagës minimale, do të duke dalur tek të ardhurat buxhetore në tatimin e të ardhurat personale. Formalizimi tregon që megjithatë ekziston shteti dhe nuk është se kush çfarë don mund të bëj me punëtorin e me drejtat e tij, po them pse nuk prezantohet vetëm si i tillë si sukses. Sepse nuk është si i tillë. Po, nëse prezantohet formalizimi si shtim i vendeve të reja të punës, atëherë të lutëm, shtimi i vendeve të reja të punës do thotë inicohet nga zhvillimi ekonomik, që ka ndodhur në të gjitha sektorët. E specifikisht do thotë janë dyfishu eksportet jashtë vendit. E çka është më e mira, janë shumë fishu eksportet e shërbimeve, të cilat janë para, do thotë të ardhura, të mira materiale, të cilat kanë mbetur kryesisht tek të rinjët. Na gjithë jemi dëshmitar të kompanive shumë të suksesshme në sektorin e teknologjisë informative, në shërbime të tjera mbështetëse. Konsideroni iniciativa private këto. Kjo është merit e qeverisë, pse dikush është jaftë në teknologji dhe shkon e shet shërbimin atje. Çfarë ka ndihmuar qeveria këto? Jo, qeveria ka ndihmuar një. Çfarë tregon që ka ndihmuar qeveria? Ja ka shtrejtuar çmimin e energjetik. Ta dëgjojmë çfarë ka ndihmuar, me që po shtrohet si pyetje. Përkatësisht për këtë çështje. Ta dëgjojmë me që po shtrohet si pyetje, çfarë e ka ndihmuar konkretisht pra qeveria sektorin e fushës së teknologjisë që është një fushë që gjeneron e ka ndihmuar vazhdimisht me grante dhe subvencione në katë fushë, do të krijoj është në proces. Me grante dhe subvencione. Jo, po filloj me grante dhe subvencione. Një ndar po flas e ka ndihmuar vazhdimisht, do thotë ka qenë kjesa e cila ka ofruar, ka qenë fondet e tjera e cilat e kanë ndihmuar, do thotë këto kompani. Mirë, po ndihma tjetër që është nga sektori kapitalist është për shembull tatimin e të ardhura korporative ka mbetur 10%, tatimin e dividend është 0%. Përkundër narrativës që do të thotë jo, kjo është qeveri totalisht e majt, beson në rishpërndarje, do të thotë në ndihma vetëm në ndihma sociale, jo, asnjëherë. Do të thotë ne kemi rishpërndar pasurinë, e kemi rrit bazën ekonomike me shumë masa. Rishpërndarja besoni që ka krijuar mirëqenie sadopak? Padyshim. Nëse në një moment u jepet nga 100 euro pensionista. I kemi diku rreth 2000 bursa do të thotë për teknologji informative që janë shpërndar nga qeveria. 2000 bursa. Po, ato ndikojnë drejt për drejt në ngritjen e kapaciteteve që më vonë kthehen në eksport të shërbimeve. Do thotë me të ndërlidh specifikisht çka ka bëu qeveria. Na po flasim shpërndarja me u kthy te çështja e rishpërndarjes, te çështja e ngritjes së mirëqenies për nivelin, do të thotë për nivelin që janë më të cenueshëm, është diçka që ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik. A pajtoni se ka patur ekspert të fushës që thonë që kjo që ju e quani rishpërndarje, e që opozita ka quajtur ndihmë sociale, ka nxit edhe më shumë inflacioni. Jo, veç një vëmë kështu një pyetje të thjeshtë, sepse qytetari nuk i kupton edhe fort termat ekonomike, edhe s'është më rëndësi me kuptu, ai do të me kuptu, ajo ka përmirësuar jeta. Por derisa ka zyrtarë të vendosur që thonë që qytetari i Kosovës jeton më mirë. Specifikoma, sepse